Dy persona kanë humbur jetën si pasojë e aksidenteve të ndodhura gjatë orëve të fundit në vendin tonë. Policia bën dije se një 17 vjeçar ka humbur jetën në Vlorë si pasojë e një aksidenti rrugor të ndodhur pas mesnatë në bulevardin Ismail Qemali në qytetin Bregdetar. Sipas informacioneve mësohet se një automjet është përplasur me një motomjet duke shkaktuar plagosje në rënd të një 17 vjeçari i cili më pas humbi jetën në spital. Adoleshenti është transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të Vlorës, por fatkeqësisht nuk u ka mbijetuar plagëve të mara. Gjyshi i adoleshentit që u aksidentua për vdekje ka deklaruar se nipi i tij po kthehej nga puna. Ai u shpreh se makina që aksidentoi po ecte me 200 km/h. Gjyshi i të ndjerit tregoi se prej tetorësh janë në morgun e Vlorës, teksa shton se as mjeku ligjor dhe as prokurori nuk kanë vijuar me procedurat e tyre. Unë jam gjyshi i djalit. Mbrëm në orën 12 të natës është aksidentuar nipi i djalit Çupës dhe ka ardhur në morgun e Spitalit Vlorës. Kemi rreth 8 orë këtu, që po presëm, nuk vjen mjeku ligjor, na ndihmoj të bëj veprimet e saj. Neve jemi shumë të shqetësuar se shteti po na kthen krap, jo po na ndihmon. Nuk e dim sa shteti është ky shteti jon, që nuk punon për popullin. Rrit 30 policë këtu dhe nuk merr asnjëri masa për të mjekun ligjor dhe prokurori këtë vit të bëj veprimet. Të marrëm kufomë, si do t'ja ka ndodhur. Një makinë, na e ka vrarë djalin, ka ikur me shpejtësi 200 km/h në qytetin e Vlorës, as i patrull policie. Bulevardi Kryesor, nga Lugomaria drejt te kinoteatri ka vrarë djalin, ka ikur me 200 km/h, as po sa blok policie si ka dalë përpara. Dhe shteti tash ka ardhur me 15 policë këtu, më mban mua, s'më jep djalin ta shikoj. Unë se kam parë me sy një herë nipin. S'më ka lejuar ta shikoj me sy. Çfarës djali im s'është kriminal, lipi s'është kriminal. Ai është një vinte nga puna, allergji për të shqyer bukën e gojës, vinte nga puna natën, punonte kamarier, vinte nga puna dhe vjen puna. Tjetri e vret, ai ha e pi në klub nashi dhe unë po rri këtu pres të marr djalin. Autori është burg, po çdo ha e pi se më thanë ka ha e pi atje. Dhe policët vinë mbrojnë mua këtu. Asnjë ndihmë s'më jep shteti. Si do veprohet nuk e di. I lutem medias tuaj, faleminderit që vini na respektoni. Shumë faleminderit. Bëni një veprim, jepeni media ta ndihmoj shtetit të bëjmë këtë veprim. Ta marrëm djalin sepse po na lën këtu 8 orë. Nga ana tjetër, efektivët kanë bërë me dije se kanë arrestuar shoferin e makinës që përplasi motorin ku po udhëtonte adoleshenti. Gjithashtu një tjetër aksident me vdekje ka ndodhur në Fushkruj, ku një këmbësor ka humbur jetën nga përplasja e një makine. Aksidenti ka ndodhur në aksin rrugor Kruj-Fushkruj, ku një këmbësor humbi jetën si pasojë e përplasjes nga një makinë. Në lidhje me të dy aksidentet me vdekje janë ngritur grupet hetimore që po bijojnë punën për përcaktimin e shkakut të aksidenteve me pasojë humbjen e jetës së dy personave.